Shtrirja, veprimtaria dhe mënyra organizimit të grupeve kriminale shqiptare jashtë vendit, duke ndërthurur traditën me modernën, u vu në qendër të analizës dhe përballi qendrimet antimafjes italiane me prokurorët e SPAK në konferencën e përbashkët për goditjen e një rrjeti mes dy vendeve. Prokurori antimafjes italiane Giuseppe Gatti i cilësoi grupet kriminale shqiptare si organizatat ndër më të fuqishmet në Europë. Una matrice mafiosa originaria. Duhet ta themi, organizatat kriminale shqiptare janë më të konsoliduara dhe më të përhapura në të gjithë Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për një fenomen alarmant dhe pjesërisht ende i nënvlerësuar. Sot realiteti na tregon se bëhet fjalë për një grup të strukturuar kriminal, të afër të marrë një rol kryesor në fushën e narkotrafikut ndërkombëtar. Pra një grup që vepron në të gjithë globin, që ndërvepron me organizatat mafioze dhe më të rëndësishme italiane dhe ndërkombëtare. Prokurori italian u ndal veçanërisht tek mënyra e funksionimit të grupeve kriminale shqiptare në Europë, duke theksuar se veprojnë me kanun, duke bashkuar traditën me modernën në botën e krimit. Ma queste mafie hanno anche la moderna. Edhe këtu kemi një mafje që bashkon traditën me modernën, një mafje e lidhur me familjen, me kodet e sjelljes, me kanunin që rregullon marrëdhëniet familjare dhe kriminale. Në një pjesë të këtij hetimi i dyshuari për këtë vrasje justifikon ekzekutimin e tmerrshëm, duke thënë se ishin shkelur jo rregullat e një kontrate, por ato të një familjeje. Prokurori i posaçëm Vladimir Mara në përgjigje theksoi se krimi organizuar nuk ka kombësi, duke shtuar se grupet kriminale shqiptare kanë gjetur mbështetje në Itali, ku dhe janë furnizuar e modernizuar. Element të krimit organizuar shqiptar kanë gjetur një mbështetje tek element të krimit organizuar këtu në Itali, krijuar modele të saktuara, avancuar dhe modernizuar në kryen e veprave penale. Pra sot nuk mund të flasim për një grup apo për një kombësi të krimit organizuar. Kryeprokurori i SPAK Lodian Braho, po ashtu i pranishëm në konferencë, zbuloi rezultatet e operacioneve të përbashkëta mes dy vendeve në 7 vite. Dënuar penalisht rreth 170 persona dhe për 145 prej tyre janë dhënë dënime të konsiderueshme mesatarish nga 12 deri në 18 vite burg. Ka goditur pasuritë kriminale dhe ka dobësuar kapacitetin ekonomik të krimit organizuar. Përfaqësuesit e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar theksuan se skuadrat e përbashkëta hetimore mund të jenë një mjet efektiv në goditjen e krimit të organizuar ndërkombëtar.